Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka lënë në burg të dyshuarit për terrorizëm Erzen Uka dhe Julian Cumraku. Avokati i Ukës, Roland Islami, ka deklaruar se ndaj klientit të tij është bërë një arrest i paligjshëm, po sipas tij, Uka nuk ka asnjë lidhje me armët e sekuestruara gjatë operacionit policor. Fillimisht ka vetëm një akuzë, dhe vetëm një ka pas, armbajtje pa leje. Unë kërkova vlerësimin e paligjshëm të arrestit flagrancë për sa i përket mbrojtërit nga Naim Erzen Uka, i cili është ndodhur në atë banesë në mënyrë krejt rastësore, dhe po në mënyrë rastësore ka shkuar dhe policia e shtetit në atë banesë pasi ka qenë duke bërë një aksion për gjendjen e bimëve narkotike. I mbrojturi nga Naim Erzen Uka ka qenë nën vëzhgim dhe nën ndjekje nga policia e shtetit dhe krejtësisht i rregullt dhe nuk ka shkthyer asnjë ligj të këtij shteti në cilin ne jetojmë. Fakti që është gjetur në atë banesë ku ka disa armë, të cilat nuk dihet nëse janë apo janë tafta për qitje, apo se janë disa armë të vjetra që janë gjetur në një banesë që nuk ka asnjë lidhje me mbrojtjen nga Naim Erzen Uka, nuk e bën atë përgjegjës për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve. Vita dhe zërin në gjykatë sot për sa i përket të plagosjes të mbrojtjes nga Naim Erzen Uka, i cili nëse do të ishte plagosur nga policia e shtetit, i kërkova gjykatës vlerësimin e paligjshëm të arrestit, pasi nuk është cilësuar në asnjë lloj deklarate që të jetë plagosur nga policia e shtetit apo nga Renea. Nëse është plagosur nga një plagosje tjetër, i ngelet organit akuzës që të fillote hetim për plagosjen e Erzen Ukës, dhe jo ta marrë të pandehur të plagosur. Pra, kemi të bëjmë me disa rrethana të faktit, cilat janë të paqarta për armët që janë gjetur në shtëpi të braktisur. Cumraku kanë lidhje shoqërore, janë shok me njëri tjetrin. Cumraku tha e ka marrë si vllajin tim në banesë, për armët i mbrojtur nga Naimi nuk ka dijeni nëse kishte apo s'kishte armë banesë, pasi po ta dinte se kishte armë, e di mirë që është në ndjekje nga policia e shtetit për shkak të lidhjes së tij me një ngjarje për hapjen e thonjeve terroriste më parë. Mbrojtja ka kërkuar zbardhjen e plotë të rrethanave ndërsa pret që organet hetimore të rivlerësojnë masën e sigurisë ndaj Ukës. Cumraku ka deklaruar se armët janë të vjetra dhe i ka mbledhur në një fshat. Uka dhe Cumraku u arrestuan mbrëmjen e 24 nëntorit në një banesë të pabanuar në fshatin Orosh, pas rreth 12 orëve rezistencë ndaj thirrjeve të policisë dhe forcave Renea.